Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për shenjën tuaj për muajin maj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse ende nuk ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, por këtë video mund ta ndjekin dhe të gjithë ata që kanë ascendenten të shenja e peshqve. Ne shohim energjinë që do na vi edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjës së Demit, të shenjës së Virgjëreshës, edhe shenjës Shigetarit, kemi energjitë shenjave të ujit dhe energjinë të shenjës së Demit. Në fillim të javës shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ju mund të keni bërë durim në lidhje me një dashuri, me një njohje. Shoh që gjërat aty mund mos kenë qenë aq pozitive, po ju do mundoni t'i trajtoni më pozitivisht, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të ketë të bëjnë në lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj, me familje, ose në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, ku ju keni bërë shumë durim. Edhe pse situatat nuk kanë qenë aq pozitive, unë shoh që ju do t'i trajtoni më pozitivisht. Për pjesën e beqarëve, shoh që mund të keni bërë durim në lidhje me një person të shoqërisë tuaj. Ju dëshironi të futeni në një njohje, mund të dilni diku me shoqërinë tuaj, aty del një person që të rriqet nga ju, dhe shoh që aty do ketë një takim me këtë person. Për pjesën tjetër, ju do keni festime në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, do keni lajme të mira. Do merrni këto lajme të mira dhe do jeni duke festuar, ose në lidhje me punën, nga ana ekonomike për një pjesë tjetër, por dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi në fund të javës shoh që në marrëdhëniet tuaja do jeni më të konsoliduar. Për pjesën tjetër, mund të jeni në partneritete, të lidhni kontrata të rëndësishme në punën tuaj, në bashkëpunime të ndryshme që do keni gjatë fundit të javës, por ju shoh që do jeni të mbështetur nga energji më të larta, jeni të mbështetur nga universi. Gjithsesi, është një javë fantastike në lidhje me ju dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë, me energjitë shenjave të tokës dhe energjinë e shenjës së Demit. Atëherë në fillim të javës, për pjesën e beqarëve, shoh që keni shumë emocione, do keni një njohje të re. Ju do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me këtë person. Por ndërkohë ju shoh që do të rriqeni në fund të javës. Edhe pse mendoni seriozisht, do të rriqeni dhe do mendoni se si mund të jeni dritë në rrugën tuaj, si të jepni drejtim kësaj njohje, ose në rastin tjetër në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me anën tuaj ekonomike, me punën tuaj, me shtëpinë, me familjen, por shoh që do merrni kohën tuaj, ndoshta do shkëputeni nga rrjetet sociale, nga jeta sociale, dhe do të rriqeni brenda vetes për të menduar se si të jepni drejtim situatave të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, ju shoh që do merrni lajme të mira në fillim të javës, janë lajme ekonomike, ju shoh në një pozicion mbretëror, do jeni në një pozicion të fortë ekonomik, por gjithsesi në fund të javës ndoshta keni nevojë të qetësoni, të mendoni në lidhje me
anën tuaj ekonomike dhe si t'i jepni drejtim ose një drejtim akoma më të mirë anës tuaj ekonomike. Është një javë fantastike, do keni lajme të mira, mund t'jenë lajme në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, në lidhje me partneritetet dhe kontratat të ndryshme që ju do keni. Është një javë shumë e mirë dhe java e dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës dhe energjinë e shenjës së demit. Atëherë ju shoh në fillim të javës, ju shoh që për pjesën e beqarëve, gjithë ata që do njohin një person, unë shoh që do të rrigjen në fund të javës së dytë dhe në fillim të javës së tretë ju shoh shumë emocional, do takoheni me këtë person, do ndiheni shumë mirë. Dhe në mesin e javës do ndiheni shumë të sigurt në lidhje me emocionet tuaja, në lidhje me këtë dashuri. Dhe do dëshironi të riskoni në lidhje me këtë njohje që ju do keni. Për pjesën tjetër, shoh festime në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose ju mund të jeni duke festuar me familjen tuaj më të gjerë. Shoh që do merrni disa para dhe është një shumë e konsiderueshme, do keni vetbesim, do ndiheni më të sigurt në lidhje. Ndoshta do keni dhe mbështetjen e familjes, shoh, sepse kemi kartën e familjes këtu, dhe ju do dëshironi të çoni gjërat para, të çoni njohjet që keni para, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, shoh që ju dëshironi të riskoni në lidhje me anën tuaj ekonomike, ndoshta për ta çuar para. Unë e shoh që merrni disa para dhe jeni në pozicione shumë të favorshme nga ana ekonomike, si në mesin e javës së dytë dhe në mesin e javës së tretë, por një shumë e madhe parash që do merrni do t'ju japi siguri dhe ju do dëshironi që t'i çoni gjërat para. Në lidhje me punën tuaj, mund të jetë një fillim i ri ekonomik, ndoshta ju do ndjeni të sigurt ose ju do keni siguri në lidhje me marrjen e disa parave, ose në rastin tjetër në lidhje me punën tuaj, mund të ndjeni më të sigurt e vendi punës, më të sigurt në familjen tuaj, më të sigurt në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju doni, flasim për gjithë ata që duan të bëjnë një fillim të ri ekonomik, një punë të re, një partneritet ose një bashkëpunim të ri. Por ju shoh që ndiheni shumë entuziast dhe shoh që një person besnik do t'ju mbështesi në lidhje me këto fillime të reja që ju dëshironi të bëni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë, ose mund të keni lidhjen, mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja që përmendëm, ose ju mund të keni lidhje me këto shenja. Ju shoh që largoheni nga diçka për të marrë një drejtim më të mirë për vete, për të bërë fillime të reja. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, fillimi një pune të re, një fillim i ri ekonomik, ose fillime të ndryshme që mund të kenë lidhje me dokumentat, sepse e pam disa herë këtu, mund të kenë lidhje me studimet, me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe në mesin e javës ju shoh në një pozicion perandori. Ju dëshironi të merrni iniciativa dhe të jepni drejtim vetes tuaj. Të merrni iniciativa në lidhje me një dashuri, me një person, për gjithë ata që do futen në njohje të reja. Në rastin tjetër, ju shoh që do t'rregoheni shumë autoritar, do jeni mbështetës ndaj familjes për pjesën tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër ju do keni kontrata të rëndësishme. Dhe këto kontrata do bëjnë që ju të merrni një drejtim më të mirë në jetën tuaj. Mund të jetë një kontratë pune, një kontratë shtëpie, një kontratë biznesi, një kontratë, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Gjithsesi ju shoh shumë intensiv, shumë entuziast në lidhje me këtë gjë. Dhe në fundin e javës shoh që do t'rregoheni pak të nxituar. Ju do dëshironi t'i bëni gjërat shpejt. Në qoftë se ju merrni iniciativa në lidhje me një njohje, ju dëshironi që kjo njohje të ecë sa më shpejt përpara. Në rastin tjetër, në qoftë se ju dëshironi të bëni një fillim të ri ekonomik, një fillim të ri në lidhje me punën, me iniciativa të ndryshme ose me kontrata të ndryshme që ju do keni,
gjatë mesit të javës së 4. Në fund të javës 4 ju dëshironi, do jeni shumë të vrullshëm, do ndjeni shumë, do dëshironi t'i bëni gjërat shpejt, por thjesht nuk duhet të nxitoni sepse ju shoh që po tregojeni shumë të nxituar në lidhje me iniciativat që ju do merrni në fund të javës së 4. Gjithsesi, është një muaj fantastik. Ju shoh që do keni njohje të reja, festime, konsolidim të njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja. Do mendoni shumë fort për anën ekonomike. Ju shoh në festime me një person të caktuar, festime me familjen, një siguri ekonomike, marrja disa parave që ju jep një siguri të fortë ekonomike, fillime të reja nga zerua, por edhe ju dëshironi të ecni para në lidhje me qëllimet tuaja. Dhe shoh që do merrni një drejtim shumë të mirë për veten tuaj. Do merrni iniciativa, por duhet keni kujdes vetëm në fund të muajit. Është një muaj fantastik, mos u nxitoni në lidhje me iniciativat që do merrni, sepse ju shoh që mund t'i bëni gjërat nga nxitimi, ju mund të tregoni të vrullshëm dhe të thoni dhe fjalë që nuk duhet t'i thoni dhe duhet të tregoni të kujdesshëm edhe në lidhje me çfarë flisni deri në fund të muajit. Atëherë marrim dhe një mesazh nga anglit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, kemi energjitë shenjave të ajrit dhe ju thotë duhet jeni më diplomatik. Është pothuajse energjia e kësaj kartës që tham që mos u tregoni të nxituar në lidhje me iniciativat që do merrni. Mund të thoni fjalën tuaj, por më me diplomaci, thot. Duhet të diskutoni situatat e kaluara në lidhje me kontratat të ndryshme që ju do keni. Do gjeni forcën ose gjeni forcën, thot, për t'i çuar gjërat para. Është një mesazh fantastik. Thjesht ju duhet të thoni fjalën tuaj më saktë, duhet thoni fjalën tuaj në lidhje me vendime ose iniciativa që ju do merrni, duhet të diskutoni në lidhje me kontratat ndryshme, në lidhje me dashurinë me një person, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, të diskutoni në lidhje me ose të thoni fjalën tuaj në lidhje te vendi punës nga ana ekonomike, të përdorni një lloj diplomacie, thot, në lidhje me çfarë do lloj çështje dhe të tregoni atë energjinë tuaj të brendshme në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe ne flasim në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me punën nga ana ekonomike. Kjo ka vlerë dhe në lidhje me dokumentat të ndryshme, në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me anën tuaj shëndetësore. Gjithsesi, është një mesazh shumë domethënës edhe në lidhje me ju, muaj fantastik. Uroj të jetë vërtet një muaj mbar për të gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por ndërkohë doja të ftoja dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë një mbasdite të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.